Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Në konferencën kombëtare të drejtës për informim, kryeministri Rama paralajmëroi ministra për sanksione ndaj vonesave në përgjigjet për gazetarët. Ai theksoi se Shqipëria ka ndërtuar një infrastrukturë funksionale për transparencën dhe promovoi projekte si Transparent Albania, duke lajmëruar edhe dekriminalizimin e shpifjes për gazetarët. Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro u takua me përfaqësues të Këshillit Kombëtar të Prindërve për të forcuar bashkëpunimin mes shkollës dhe familjes. Ajo theksoi se një komunikim i mirë mes mësuesve dhe prindërve ndikon direkt në mirëqenien dhe sigurinë e fëmijëve. Në këto ditë dimri, jeta e banorëve të Palokastrës lidhet të ngushtë me punët e përditshme në bujqësi dhe blegtori. Ata vazhdojnë të ruajnë zakonet e hershme dhe traditat familjare, duke i dhënë rëndësi mikpritjes dhe bashkimit në komunitet. Gjatë festave të fundvitit, kthimi i emigrantëve dhe fëmijëve i jep më shumë gjallëri fshatit. Bexhet Bistri, 82 vjeçari nga fshati mashkullor i Gjirokastrës, ka dedikuar mbi 60 vite për ndërtimin tradicional me gur, duke ruajtur me pasion një zanat të rrallë. Ai filloi këtë rrugë për të mbështetur familjen, por me kohën zanati u bë pjesë e shpirtit të tij dhe e jetës së përditshme. Ju njohim tani më gjërësisht. Në konferencën kombëtare të drejtës për informim, kryeministri Rama paralajmëroi ministra për sanksione ndaj vonesave në përgjigjet për gazetarët. Ai theksoi se Shqipëria ka ndërtuar një infrastrukturë funksionale për transparencën dhe promovoi projekte si Transparent Albania, duke lajmëruar edhe dekriminalizimin e shpifjes për gazetarët. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në konferencën e 7 kombëtare për të drejtën e informimit, ku theksoi se transparenca institucionale mbetet një detyrim i panegociueshëm ligjor. Kreu i qeverisë kritikoi ngurimin e disa institucioneve për të ndarë informacionet administrative, duke e cilësuar këtë sjellje absurde dhe të dëmshme për besimin publik. Sipas tij, mungesa e transparencës krijon dyshim dhe atmosferë konspiracioni, ndërsa shtoi se shumë nga problemet burokratike lidhen thjesht me përtatësinë administrative. Ngurrimi për të ndarë me çdo qoftë që i kërkon informacionet që janë fakte administrative është absurd dhe vetëm pengon apo dëmton më shumë se sa po themi mbron, pasi krijon plus mungesës së informacionit, krijon edhe një sens dyshimi edhe një atmosferë konspiracioni sigur çfarë ka mbrapa informacionit. Dhe këtë gjë e kemi diskutuar edhe me komisionerin, kemi pas edhe një mbledhje të përbashkët së fundmi me qeverinë, ku e kemi theksuar së bashku edhe me ministren këtu në krah, për të gjithë anëtarët e kabinetit, domosdoshmërinë që të ketë një fokus më të madh në këtë aspekt, sepse është në të mirën e të gjithëve, është dhe në të mirën e institucioneve, është dhe në të mirën e publikut, është edhe në të mirën e vendit. Dhe për këtë arsye ne kemi shtyrë përpara edhe projektin e Transparent Albania, që është një projekt shumë ambicios për të pasur në një territor të vetëm virtual të gjithë informacionin, dhe kështu kjo do të lehtësonte shumë ndërveprimet midis gjithë kërkuesve të informacionit edhe institucioneve, pasi do ishte një dritare e vetme ku institucionet në mënyrë automatike do të duhet publikojnë gjithë aktivitetin e tyre dokumentar, edhe ku kushdo që do të hyjë në këtë aktivitet dhe të marrë pjesë që interesojnë, mund të hyjë pa kaluar nga kërkesat, refuzimet, zvarritjet e tjera. Ka dhe një element tjetër që nuk është justifikim, është fakt, që një pjesë e konsiderueshme e gjithë këtyre problematikave që vijnë këtu në formë shifrash nga zonjat lidhet me thjesht dhe vetëm përtatësinë burokratike. Nuk është një barikad për të mbajtur informacion, por
është një problematike funksionimit brendshëm të mekanizmit administratës, kur vjen puna tek intensiteti me të cilin vjen kërkesa dhe tek intensiteti me të cilin duhet përgjigjesh. Rama i kërkoi komisionerit për të drejtën e informimit të zbatojë me rigorozitet sanksionet ndaj institucioneve që nuk përgjigjen brenda afatit ligjor prej 10 ditësh. Ministre e Arsimit Mirela Kumbaru takua me përfaqësues të Këshillit Kombëtar të Prindërve për të përforcuar bashkëpunimin mes shkollës dhe familjes. Ajo theksoi se një komunikim i mirë mes mësuesve dhe prindërve ndikon direkt në mirëqenien dhe sigurinë e fëmijëve. Takimet e ardhshme do të zhvillohen në të gjitha nivelet, nga shkollat deri te komunitetet rajonale, për të krijuar një lidhje më të ngushtë me prindërit. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaru pati një takim këshillues me përfaqësues të Këshillit Kombëtar të Prindërve me qëllim forcimin e mekanizmave të komunikimit mes institucioneve arsimore dhe prindërve. Gjatë fjalës së saj, ministria Kumbaru shpreh se sa më të mëdha janë përpjekjet e përbashkëta për të përmirësuar këtë komunikim, aq më e lartë do të jetë mirëqenia e fëmijëve dhe aq më e madhe do të jetë siguria e tyre. Le të themi gjithë ekipi dhe gjithë skuadra e Ministrisë së Arsimit deri në qelisë duhet të intensifikojë dhe të bëjë me prindrit. Për sa i përket rolit të jashtëzakonshëm që ka prindi dhe sidomos rolit që ka komunikimi me institucionet arsimore. Është detyra jone e para, por këtu ju luan një rol shumë të madh për të gjetur bashkë të tjera rrugë, mënyra se si mund ta ndërtojmë këtë komunikimin dhe gati mendoj edhe se si mundet, siç bëjmë një punë shumë madhe për trajnimin e mësuesve, për çdo kurrikull 3, për rishikimin e proceseve, për mirësimin e kushteve për shkolla, çfarë mund të bëjmë më shumë me prindrit në nivel rajonal, në nivel shkollash, gjithçka është të ndërtojmë një komunitet aktorësh të ndërgjegjësuar se sa i rëndësishëm është ky komunikim, që fëmijët jenë të rrethuar dhe të flasin një të gjuhë. Në ditën që mësuesi dhe prindi do flasin një të gjuhë, është dita ku fëmia do jetë vërtet në duart më të sigurta. Ministri i Arsimit ka marrë pjesë në disa tryeza për sigurinë e fëmijëve, mbrojtjen nga dhuna online, certifikimin e oficerëve të rinj të sigurisë, ku vazhdimisht ka theksuar rëndësinë e komuniteteve të ndërgjegjësuara të prindërve me qëllim që incidentet dhe rastet e dhunës të mund të parandalohen. Festivali i këngës në RTS ngre nesër në mbrëmje si pari. Në 10 artistë performojnë në natën e parë, ndërsa organizatorët po zbulojnë disa prej surprizave dhe të ftuarve special të këtij edicioni. Pak orë para nisjes së festivalit të 64 ethet e garës kanë përfshirë artistët konkurrues, por edhe organizatorët. Nën moto Neol Benia Future, ky edicion premton emocione dhe surpriza të shumta. Në skenën e festivalit më të rëndësishëm të muzikës së lehtë shqiptare do të performojnë jo vetëm artistët pjesëmarrës, por edhe të ftuar special. Në të 4 netët e festivalit, në skenë do të ngjiten emra të njohur të muzikës shqiptare. Coloredo jemi shumë pranë nisjes së Fest 64, starton në ditën e nesërme. Çfarë mund të zbulojmë për të ftuarit special në këto 4 natë? Kemi besoj është marrëvesh që do të vi Tomi Kesh, që është një unë besoj Eurovisioni këtij viti që kaloi do të mbahet mend prej këtij, as prej fituesit, as prej diçka tjetër. Do të rikthejmë mbas një viti në atë skenë Shkodrën elektronike, që është unë besoj një nga po përdor këtë termin e huaj akt muzikor, një grup muzikor, pra një diçka muzikore që na ka bërë ndjehemi shumë krenar. Do të rikthehet Bleona Qereti me një performancë ekstravagante, sepse është 30 ditori i këngës së saj të parë që ka kënduar në festival. Lërmëni, edhe pra do ta rikthej atë këngë mas 30 vjetësh në të njëjtën skenë, por për t'i dhënë ngjyrën e dur kemi ftuar tenorin Ram Lahaj, dhe është një kënaqësi shumë e madhe ta kemi. Do të kemi gjithashtu një kantautor, do të rikthehet në festival sepse ka performuar dikur, si ftuar pra si një nga këto yjet e ftuar, Blashen Sata. Janë edhe 2 momente të tjera me të ftuar, të cilat nuk po i tregoj sot, sepse ndoshta do të jetë më bukur duke parë, pra
duke ardhur si surprizë gjatë netëve të festivalit. Duket se këtë vit artistët do të shfaqen përpara publikut jo vetëm me interpretimin e këngës së tyre, por edhe nëpërmjet performancave. Festivali i këngës në Radio Televizionin Shqiptar do të mbahet në datat 17 deri 20 dhjetor në Pallatin e Kongreseve. Me rënjen e temperaturave, urgjenca e Spitalit të Gjirokastrës po përballet me një fluks të madh vizitash, kryesisht nga pacientë me probleme kardiake. Një pjesë e tyre nuk janë të vetëdijshëm për diagnozën e tyre, ndaj dhe bluzat e bardha rekomandojnë kontroll të rregullt të tensionit dhe vizita periodike tek specialistët. Mbajtja nën vëzhgim e shëndetit kardiak është thelbësor për parandalimin e komplikacioneve gjatë dimrit. Ndryshimi i kushteve klimaterike dhe hyrja në stinën e ftohtë të dimrit është reflektuar edhe në kategoritë e pacientëve që paraqiten në urgjencën e Spitalit të Gjirokastrës për të kërkuar ndihmë. Kryesisht janë ata që vuajnë nga probleme kardiake, ku mes tyre ka edhe nga ata që nuk janë në dieni për sëmundjen, thot mjeku i urgjencës Bledar Çela. Ka filluar të rritet numri i pacientëve që kanë probleme kardiake, kryesisht ata që kanë probleme me tensionin arterial, qoftë ata që mjekojnë në mënyrë të rregullt, qoftë ata që pak a shumë kanë pasur një rritje tensioni dhe nuk e kanë ditur. Bëhet fjalë kryesisht për personat që futen në moshën e riskut, pas moshës 55-60 dhe një pjesë e tyre janë për një farë kohe me tension të lartë dhe nuk e kanë ndjer ose nuk e kanë parë, domethënë, ose nuk e kanë matur, dhe vjen një moment që ata shikojnë që kanë shqetësime dhe matin tensioni dhe tensioni është në vlera të larta. Një pjesë e këtyre domethënë të alarmuar paraqiten në urgjencë, një pjesë janë dhe me vlera jo të larta, po ka dhe plot që janë me vlera të larta, domethënë tension mbi 20 në sistoliku, i cili domethënë pak a shumë shoqërohet me dhëmje koke, marrje mend, shkëputshmëri, dhe nëse personi është mbi moshën 60 ose 70 vjeç ose nëse personi ka dhe probleme të tjera, këto raste komplikojnë dhe problemet e tjera dhe sëmundjet e tjera. Ajo çka është e rëndësishme në vijim është mbajtja në kontroll e gjendjes si me matjen e vazhdueshme të tensionit, ashtu edhe me kontrolle të vazhdueshme të specialisti. Rëndësi ka ndjekja në mënyrë, ndjekja në shtëpi, kur veten në shtëpi si e ndjek tensionin, si bën konsultat e rregullta, duke ditur që një isëmur hipertonik do ta ketë atë për tërë kohën dhe ka shumë rëndësi ajo se si ai e ndjek veten, qoftë duke kontrolluar tensionin, qoftë duke kontrolluar terapinë, i bën efekt terapia apo jo, dhe duke bërë konsultat e rregullta me kardiologun ose dhe po kështu dhe analizat. Për sa i përket gjendjeve virale, rastet që janë paraqitur në urgjencën e Gjirokastrës kanë qenë të pakta pasi ato janë menaxhuar nga mjekët e familjes. Gjatë ditëve të fundit, shërbimi zjarfikës në Gjirokastër ka intensifikuar kontrollet në subjekte që tregtojnë lëndë piroteknike dhe fishek zjarre në kuadër të masave për garantimin e sigurisë gjatë festave të fundvitit. Kontrollet synojnë verifikimin e kushteve të ruajtjes, tregtimit dhe respektimit të standardeve ligjore për të shmangur çdo lloj rreziku për qytetarët. Shërbimi zjarfikës në Gjirokastër gjatë këtyre ditëve ka shtuar kontrollet në subjektet që tregëtojnë lëndë piroteknike dhe fishek zjarre, me qëllim garantimin e mbarvajtjes dhe sigurisë gjatë festave të fundvitit. Si çdo vit, edhe këtë vit, në bashkëpunim me Policinë Bashkiake, neve ushtrojmë kontrolle në të gjitha pikat e magazinimit, në të gjitha supermarketet, për magazinimin dhe tregtimin e lëndëve piroteknike. Gjatë kontrolleve të ushtruara që kemi filluar, kemi konstatuar që në të gjitha supermarketet e qytetit tonë nuk kemi gjetur lëndë piroteknike. Për krijimin e një mjedisi sa më të sigurt për të gjithë qytetarët, shërbimi zjarfikës bën me dije se këto subjekte do të mbahen në monitorim të vazhdueshëm. Inspektimi do vijoj edhe më tej dhe në dyqanet që janë pak më të vogla, sepse zakonisht dyqanet e vogla e bëjnë tregtimin e lëndëve piroteknike. Në pikat e mëdha, siç janë supermarketet dhe magazinat, në bazë të kontrollit nuk kemi konstatuar dhe nuk kemi gjetur lëndë piroteknike. Tregëtarëve dhe qytetarëve ju bëhet apel të respektojnë rregullat e sigurisë dhe të shmangin përdorimin e pakontrolluar të mjeteve piroteknike.
Policia kufitare e Kakavijes ka njoftuar sërish bllokim të aksit rrugor Kakavije Jani për shkak të protestës së fermerëve në Greqi. Policia kufitare e Kakavije nëpërmjet Qendrës së Përbashkët të Shkëmbimit të Informacionit Kakavije është njoftuar nga Policia kufitare greke se ditën e sotme nga ora 19:00 deri në orën 22:00 me orën greke, aksi rrugor Kakavije Jani në kryqëzimin e fshatit Kallpaq do të jetë i bllokuar për shkak të protestës që do të zhvillojnë fermerët. Sipas policisë do të lejohet të qarkullojnë vetëm automjete që do të kenë emergjenca shëndetësore. Policia kufitare Kakavije kërkon mirëkuptimin e qytetarëve dhe sugjeron planifikimin e udhëtimeve me automjete në orare të tjera të ditës. Në këto ditë të dimri, jeta e banorëve të Palokastrës lidhet të ngushtë me punët e përditshme në bujqësi dhe blegtori. Ata vazhdojnë të ruajnë zakonet e hershme dhe traditat familjare, duke i dhënë rëndësim ikpritjes dhe bashkimit në komunitet. Gjatë festave të fundvitit, kthimi i emigrantëve dhe fëmijëve i jep më shumë gjallëri fshatit. Fshati Palokastër, pjesë e njësisë administrative Cepu në bashkinë Gjirokastër, mbetet një nga zonat ku traditat dhe zakonet e hershme ruhen ende me fanatizëm. Me një histori të pasur dhe një identitet të veçantë kulturor, ky fshat tërheq vëmendjen jo vetëm për trashëgiminë e tij, por edhe për mënyrën se si banorët vazhdojnë të jetojnë sipas traditave të trashëguara brez pas brezi. Ne kemi patur dhënë, po tani kemi hekur, kemi një adydhije dhe aq. Si mbam do jemi pleq. Ka banor që kanë blegtori? Kanë ja kjo është gjitoni ky, tamja. Kanë ata që janë të ri kanë. Mbjellin e bëjnë, po neve jemi pleq, bëjmë dot. S'bëjmë do as për vete tani, ato ku blejmë nga këta që kanë. Tradite kanë që shumë pak tani. Shumë pak që të rrugët. Tani janë 5-6 pleq këtu edhe që vjen me dhi, e me 5 dënë që kanë. Ka banor që tregtojnë produktet? Ka një 3-4 familje këtu. Që më shpjen perime, kështu barurina tani dimrit, lakra, gjëra të tilla. Në këtë periudhë dimri Palokastra paraqitet me një pamje të qetë dhe autentike. Jeta e banorëve vazhdon lidhur ngushtë me bujqësinë, blegtorinë dhe traditat familjare. Dimri sjell vështirësi, por edhe momente bashkimi, ku zakonet e vjetra, mikpritja dhe ruajtja e identitetit kulturor mbeten pjesë e përditshmërisë. Sipas banorëve, festat e fundvitit i japin fshatit më shumë gjallëri, pasi emigrantët kthehen bashkë me fëmijët e tyre që jetojnë jashtë vendit, duke ringjallur shtëpitë dhe oborret familjare. Si e kaloja me nga dy qikadhi, me dy punë të fshatit, me të fshira, me të lara, ja këto. Duan tani që janë në pjellje, duan të mënden, duan të hanë, duan një smet, ja të kam sov druri, që në nëndorë. Kurim do pas bjanë, e tani ndezur e kam e të tëra me rasë. Nga të tranaja është e para. Jo, mish, nga të tëra kemi, nga të tëra. Nga të tëra, ja presim të na vi fëmija tani, se unë kam dhe datë lindjen time në shajt e 5 djetorin tim, tani në një enash. Çdo vit për festa vini? Jo, nuk vinë nga njëherë për Pashkë, kështu në gush, pa tani s'kan dhe kanë janë punë, leverdis që vinë me 2-3 ditë ata. Po ju vitin e ri me kë e festoni? Unë kam një vajzë që me vjen këtu me fëmijë, me plakun. Si vjet do më vinë fëmija, aqë. Stina e dim në Palokastër, vetëm bujësia, i që gjë tjetër, këto serat asë një gjë tjetër në Palokastra. Ka, janë 2-3 veta, po një është që ka lopë, ka cadhi dhe aj me bakti, edhe jemi 2 që vemi në treg, jemi neve dhe një gjiton tjetër. Ngrijemi në mëngjes, pim kafen, bëjmë ato punë të shtëpis, pastaj unë dalë këtu, burri kur ka punë, vete në punë. Unë mirem jo me pullat, jo me koshtrat, jo me serën, me këto. Tani filloj me krasitin e rushit. Krasit e rushin, pemët, ata që kam bakti si unë që kam një 5 vete me dhi, kthejmë në drejkë vi këtu, unë për vete kam billë sa për vete. Me një sert vogël aty, edhe një dyqe për salat. Festet e vitit presit në vi fëmija. Edhe do therë, edhe në hellë, e do këndoj natë e ditë sa të qëndrojnë fëmija këtu. Sa ditë ju qëndrojnë? Edhe një javë qëndrojnë tani për kështujena, deri vitëri, pastaj ikin. Kurse beharit qëndrojnë më shumë. Mirë gjallëri fshati tani që vinë fëmijët? Sidomos në gush ka gjallëri. Blidhen. Ju vinë vit për festa? Mua më vinë vit për vit. Vinë 2-3 herë në vit vinë. Se janë këtu në Athinë, kanë të 3. Sa më larkë që janë, aq më rrallë vinë. Sa më afër, aq më dëndur.
Kthimi i emigrantëve gjatë festave të fundvitit është një dëshmi e lidhjes së fortë me vendlindjen, ndërsa në mes të dimrit ky fshat vazhdon të ruajë shpirtin e tij, duke treguar se trashëgimia kulturore mbetet një pasuri e gjallë që i jep jetë dhe kuptim komunitetit të vendas. Bexhet Bistri, 82 vjeçari nga fshati mashkullor i Gjirokastrës, ka dedikuar mbi 60 vite për ndërtimin tradicional me gur, duke ruajtur me pasion një zanat të rrallë. Ai filloi këtë rrugë për të mbështetur familjen, por me kohë zanati u bë pjesë e shpirtit të tij dhe jetës së përditshme. Çatit prej guri që krijon Bexheti janë jo vetëm punë, por edhe pasqyrë e traditës dhe identitetit të komunitetit. Bexhet Bistri nga fshati mashkullor i Gjirokastrës ka mbi 60 vite përvojë në ndërtim. Ai tregon se këtë profesion e zgjodhi detyruar nga nevoja për të mbajtur ekonominë e familjes në atë kohë dhe më pas për të u kthyer në një pasion që po e vazhdon me të njëjtën dëshirë. Masi më diq mua babaj, unë beta. I thom nënës do vetëm në shkollë, ku do vesha? 3 motra, 2 vëllezër 5, nëna 6. Me më babuk, Shqip. Bëra 3 vjetë shtri, erda në ushtar, erda direkt në zanat. U futa marangos të ure kardikit. Bëja talere, dubeqi, tavane, dishemera, shkallon të nga, shtë të thom tani. Me gjitha të, unë prap nuk e lashë stallukun, fillova në furrat e bukës, fillova në furrat e pëjcave, fillova në qezmat dekorative me gdhëndje. Unë me këtë kam jetuar për mashallah, shikër zoti. Unë tani profesioni që kisha u, fushbar, gjulat, pizzar, kolonjë, ku nuk kam vatur, ku nuk kam arritur. Unë guximin e kam të madh, se nuk rrit dot se kam në gjak punën, nuk rrit dot. Në këtë periudhë, çatit prej guri janë ndër kërkesat më të larta, duke reflektuar kthimin e ndërtimit tradicional. Unë për moshën 82 vjeç që jam, kam pasion, hipim i qati, kthej qatit, zë pika, në një mahije të thjerë, e zvëndësojë, neve ustalart, për çdo 60 pond hedhim trart. Për të i dhënë lartësin e kulmi që i thoshim ne, apo e priftit, apo e babalukut, si mund të shpjegoj ju ti, i japim, po që me drasguri, i japim 27%. Në 4 metrë, me 27%, vete babaluku për shembull 1 metro apo 1 metro 20. E vëjmë atje, kalojmë kulmin, hedhim mahijet, petavrën, se s'kishte kartosera në atë kohë. Masi ndryshoi sistemi, punë e qative, qenë në zhvillim, punë e druzhit, punë e çdo gjës, dhe erdhi në zhvillim për të punuar njerëzit, për të përparuar, për të ashtu, edhe njëkohësisht edhe për turistat. Pra në këtë kohë njerëzit po i kthehen traditës. Turistat, po bravo, turistat habitën kur vinë tek pau vetëm kalaj që marrën atë plajnë në kërcull, habisin. Edhe pse 82 vjeç, ai shprehet se është i gatshëm të mësoj zanatin të rinjve, me qëllim që tradita e ndërtimit me gur të mos u mbas. Ti mësoj ju si vjetë guri, se e vura gurin kështu, ja ta vëm kështu, ja do ta lidhëm kështu, ja ta vëm kështu, ja ta gëdhëndëm kështu. Pse s'vini thash? Pra ju jeni gatshëm që t'ju ofroni zanatin tuaj të rinj. Çfarë duar? Çfarë duash? Do fura buke, do fura për pica, do çezma dekorative, do port me hark. Me përvojën e tij shumë vjeçare, Bexhet Bistri mbetet një shembull i gjallë i ruajtjes së traditës dhe një thirrje për të rinjt që kjo trashëgimi të mos u mbas. Clinton Gravani nga fshati Vagalat i Bashkisë Finiq u vra më 11 dhjetor të 1990-s në kufirin me Greqinë, teksa tentonte të largohej nga vendi pas shërbimit ushtarak. Trupi i tij u gjetë vetëm pas 7 muajsh, ndërsa emri i tij nderohet sot me një përmendore në sheshin Clinton Gravani. Në mars të vitit 1993, Clintoni u shpall martiri i demokracisë, duke u bërë simbol i sakrificës të të rinjve që kërkonin lirinë. Clinton Gravani tentoi të kërkonte lirinë në shtetin grek para 35 vitesh. U kthye në vendlindje në fshatin Vagalat Bashkisë Finiq pas një leje 5 ditore nga shërbimi ushtarak. U nis nga Elbasani, por u vra në kufi më 11 dhjetor të vitit 1990. Trupin e vrarë mbuloi dëbora në mal dhe vetëm pas 8 muajsh u zbulua nga kufitarët grek. Tashmë ai prehet i qetë në varrezat e fshatit, por emri i tij u lartësua në një përmendore në shesin Clinton Gravani. Pikërisht në këtë shesh këtu, në sheshin që mban emrin e martirit demokracisë, Clinton Gravani, u zhvillua ceremonia e parë, pas 35 vitesh,
kushtuar martirit të demokracisë, i cili kërkoi lirin, kërkoi një jetë tjetër, një jetë më ndryshe, një jetë më të mirë pranë shtetit grek. Klitoni ishte fëmia e 8 dhe e fundit në një familje të thjeshtë. Motra e tij, Dimitra, ishte fëmia e 7, pak më e madhe se i vllai që ndëroi lirin. Ndihemi krenar, ndihemi që shpirti i vllait ton u qetësua, edhe mbi të gjitha që na nderuan të tërë me një pjesëmarrje të madhe, nga të gjitha, dhe nga Greqia, dhe nga Livadhiaja, nga Finiki. Vllai tim u bë martiri i demokracisë, derdhi gjakun edhe mbi gjakun e tij kaluan që vajtën në Greqi për të bërë një jetë më të mirë. Prifti i fshatit, At Nikodimos, i cili është dëndër në familjen Gravani, beson se sakrifica e Klitonit vazhdon të përcjell mesazhe tek brezi i ri. Sa Klitoni, po ashtu edhe djemtë e Alikos përcjellin sot një mesazh që do të thotë se duhet ligjet e demokracisë dhe demokracinë ta forcojmë, sepse ata u flijuan për këtë. Ashtu si 4 djemtë e vrarë në kufi nga Aliko, edhe Kliton Gravani u shpall martiri i demokracisë me dekret presidencial në mars të vitit 1993. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, miru pafshim.